Të nderuar shikues, mirëmbrëma dhe përshëndetje dhe të përdret nga Studio Sport. Më njëherë pa humbur kohë nisim të emision për sonte, ku do të trajtojmë disa tema, natyrisht futbolli do të ketë një pjesë të madhe sepse janë dy premtari. Është Kupa e Shqipërisë, e cila përfundoi sot ndeshjet e dyta të turit të parë çerkfinal, por edhe Superliga Shqiptare, ku vëzhgjen të dy frontet ka korr fitore, ka fituar në transfert me Vorën, me golin mjeshtror të Sherif Kallakut dhe ka fituar edhe në Ballsh në transfertin në ndeshjen e parë çerkfinale të Kupës së Shqipërisë me golin shënuar nga Lerim Kastrati me penallti. Por të flasim sonte edhe për një ngjarje të rëndësishme në fushën e sportit, të historisë, kur një kolegë yni, pikërisht Faik Sadiku, një pasionant i gjitha sporteve, por kryesisht edhe i futbollit, po përjeton shumë figura, po i përjetëson shumë figurat të sportit dhe i fundit është Selamidani. Ka promovuar librin e tij, me të vërtet një libër interesant, ku mes shokëve, dashamirësve, veteranëve të sportit, por dhe familjarëve të familjes Dani, u diskutua për karrierën sportive të Selamidani. Do flasim për lojrat me dorë, suksesi i ekipit të vllaznisë në basketboll për meshkuj nuk ka të ndalur. Vetëm për para pak minutash në Pallatin e Sporteve Qazim Dervishi, vllaznia drejtuar nga tekniku Eni Llazani kaloi provën e radhës, fitoria e 10 radhëzi për kampionatin shqiptar, por edhe për ligën unike. Sonte mundi në Shkodër ekipin shumë pretendente të Kosovës, Golden Eagle yllit e Kosovës, nga Asuar Eka, një ekip që ka në përbërjen e tij figurat e spikatorat të basketbollit evropian, por edhe me gjërë. Do flasim dhe për volejbollin, se në fakt pas një seri ndeshjes pozitive, volejbolli zgjonjel më themi në Shkodër, ditën e djeshme është mundur nga Partizani me rezultatin 0-3 në Shkodër, ka qenë ndeshja e parë gjysmë finale për Kupën e Shqipërisë dhe hapi parë ka qenë i gabuar, por të presim. Tekniku Artan Kalaja ka besim që në ndeshjen e kthimit do të ketë përmirësime dhe një lojë krejt tjetër. Do flasim edhe për futbollin e femrave, se tashmë pas një seri rezultatesh fantastike të vllaznisë vjen një humje, një eliminim në Kupën e Shqipërisë, pikërisht nga Teuta Durrësit me 2 ndeshje të gjysmë finale, e para në Nikodovana dhe dyta në Loro Buriçi, i njëjtë rezultat 2-1 për Teutën dhe Teuta kualifikohet me tej, ndërkohë që vllaznia eliminohet duke pritur tashmë të shijojë titullin kampion. Të gjitha këto do t'i trajtojmë me një panel të përzgjedhur, kur sonte kam rikthyer pas një pauze të gjatë në studio një veteran të nderuar, një ish basketbollist, por edhe një trajner shumë i suksesshëm si Roland Koka. Mirë erdhe, profesor. Faleminderit për ftesën. Kampioni i vllaznisë në vitin 67 me një brez yjesh të basketbollit shqiptar, mes të cilëve edhe Radoja. Përmenda njërin për tyre, po janë të shumë. Në vazhdim, shumë i suksesshëm dhe si trajner dhe e vazhdoni edhe detyrën aktualisht do të flasim me tej edhe për punën tuaj si trajner, por edhe për suksesin e ekipit të vllaznisë, që po bën jashtëzakonisht mirë në këtë sezon apo jo. Mbahet qefi që po arrin këto suksese, por çdo sukses e ka mrapa punën që është bën. Si vjet ka pas një menaxhim shumë të mirë, marrën e disa elementave të cilët kanë qenë të domosdoshëm, sidomos për rolin e qendrës, numri 5 që i thojmë na, ardhja e atij Kirit, ardhja edhe 2 elementeve tjerë, përforcimi me lojtarët e tjerë aty, ka bën që ky ekip tjetë shumë kompetitiv. Ajo që mu më bjen sy si specialist është që shoh një mbrojtje jashtëzakonisht të fuqishme dhe një sulm tepër efikas. Dhe kjo ka bën që të kenë rezultate të mira. Dhe unë bëj një krahasim me basketbollin ton dhe me basketbollin kosovar. Ekipet të tillë si Peja, ajo që deklaruti ju tashti, Golden Eagle, unë i kam njek edhe ndeshjet e tyne, pra kanë lojtarë me vlera, me çmime shumë më të larta, me një buxhet të jashtëzakonshëm,
por unë këto i di edhe nëpërmjet atij lojtarit tem që e kam quajtur qershia mi tort, Daniel Leknaraj, i cili ka vitin e 5 që lunë Kosovë me shumë sukses, bile ka rritë që si vjetë a i tjetë kapiten skuadrët i Prishtinës. Një vlerësim tepër i madh për të. Dhe jo vetëm kjo, është meritë juaja personale se keni zbuluar, e keni rritur, e keni formuar dhe me pas se nga Vllaznia kaloi në Kosovë, por Kosova i ka bërë dhe pasaportën kosovare këtij djaloshi Shkodran për të luajtur për ngjyrët e Kosovës. Do flasim në vazhdimsi profesor edhe për të tjera episode, por të prezantojmë panelin ku kam nderin të prezantoj edhe Arben Parmezën, trajnerin e futbollit të Akademisë Vllaznia, dhe një specialist i mirë fillt edhe disiplinës atletike. Mirë erdhe Beni. Në mbrëmë, mirë se gjeta. Ju krahas Akademisë Vllaznia, jeni edhe pjesë e futbollit femrave, keni kontribuar për shumë vite, ke çardhje për Vllaznin. Po unë mendoj që nuk e besonin se do të shkonte kështu. Unë mendoj që është një moment kalimtar ku çdo ekipi mund të ndodhin. Vllaznia ka kontingentin e duhur, ka përvojën e duhur, ka stafin me përvojë, ka një mbështetje të jashtëzakonshme presidentit. Edhe jo me tan këto vite ajo ka qenë protagonistja kryesore e kampionatit të futbollit femrave. Kështu që mendoj që është vetëm një moment jo i mirë i Vllaznisë. Më mirë që ndodhi te kupa, sepse kompeticioni më i rëndësishëm është kampionati. Mund të shpresoj edhe uroj, edhe jam i bindur që Vllaznia do të kalojë këtë moment, edhe më një herë qëllëneshët e para të kampionatit do të tregoj objektivet e saj të vërteta, do të tregoj vlerat e saj të vërteta, edhe do rikthehet me atë autoritet që e meriton edhe që e ka. Thatë mirë që ndodhet te kupa, sepse kampionati është shumë i rëndësishëm. Është pikërisht kjo të udhë përsëri se pretendon edhe për kampionat, kjo të udhë që sipas trajnerit janë sheta që deri pas ndeshjes në Shkodër shkënonte edhe kampionatin. Shpresojmë që tekniku Nikolin Leka, kolegu juaj i dikurshëm, unë i besoj përvojës të dita ta rikthej besimin. Aty në vajzave, kontributit tyne disa vjeçar, stafit, mbështetjes presidentit, këta janë garancia që i jep edhe ka Vllaznia. Jam i bindur domethënë që është thjesht një moment kalimtar, edhe Vllaznia do kthehet më një herë aty ku bëhet. Shpresojmë. Faik Sadiku është ftuar i radhës, një emër që e thash edhe në hapje të emisionit, një kolegi im i ka hershëm shumë pasionante, është e veçanta kemi thënë, unë kam organizuar para pak kohësh edhe një emision special për Faik Sadikun. E veçanta këtij djaloshi është sepse nuk ka qenë në profilin direkt të medjes apo të strukturave mediatike, kohët e fundit. Për një periudhë të gjatë ka punuar dhe ka ushtruar detyrat e larta të policisë së shtetit, oficer i policisë së shtetit në kryeqytet, por në gjithë këtë angazhim ka gjetur kohë të votojë 6 libra sportiv dhe i fundit është për Selamidanin, urime Faik me shumë zemër dhe me shpirt, po e them, sepse meritoni edhe urimet e gjithë opinionit për këtë pasion vullnet tuaj që jeni përkushtuar figurave. Pa meritojnë nga se kjo është historia sportit Shkodran, figurat e nalta, që ishtë me që ishte brezi i Muhamet Dibërës, edhe më rrallë dherë në ditë të sotme, se masaj brezi i periudhës me fjallë 60-70, a i ka kriju Vllaznin, ka kanë bërthama Vllaznisë moderne me fjallë. Në na e cërinë e saj e banin në 72-shin, bile për mendimin tim me që kam lexuar, për mendimin tim një mërë që i maj mirë ta në kohnave, për sot është brezi 70-80. Ka sjellë në Shkodër 3 kampionate edhe 2 kupa. Si asnjë mërë tjetër në vim. Gjithsesi, tanë kanë historinë e vetë, tanë janë shkëlqyshëm, tanë janë të paritshëm, tanë janë nostalgjik dhe historik. Për mu, unë do të vazhdoj. Do flasim me gjithësisht edhe me pas, sepse kemi edhe kronikën që ka përgatitur kolegu ynë Mario Gjini pikërisht për ditën e promovimit të librit të Selamidanit. Kam diçka. Është i pak thënë në bashkëtimi dje, pjatëfire ku je se haro me tanë, unë më përpara kam punu shofer herë. Tu desha me dalë, a më kishë thirë genzi, ka baj intervjis, shkryë njënë, që a kene i marrë këtë me zizë reportabil, a kej parasysh.
me marrë intervistë. Unë e mora me qeshë këtë punë, a kupton? Pak rëndësia, po në shofer Nuk ka pse futemi këto, janë pjesë komenteve anekse, po rëndësishme është se pa iksa diku 6 libra, nuk ka nevojë për koment. 6 libra për ti lexuar vetëm titullit mjafton jema për ti përgatitur dhe për ti nxjerr nevotim dhe e veçantë është sepse ju po punoni për libra të tjerë, do të flasim më pas. Por me panelin tonë këtu do të bashkohet shumë shpejt dhe një mik tjetër, një emër shumë i nderuar i futbollit shkodran, ati shqiptar, por edhe jashtë Shqipërisë, sidomos në Austri ku jeton dhe kohët e fundit besjar për Roland Luçin, ku kolegët e mi të pultit të transmetimit Nino Jakova dhe Florian Grdani do ta bëjnë të mundur Luçin ta sjellin në studion tonë për të dhënë disa opinione dhe ka ardhur më njëherë Luçi me uniformen kuqe blu. Mirëmbrëma Roland. Faleminderit për ftesën, ngacë përshëndetje në Shkodër. I lutem regjis pak sa me lart zëri për studion tonë, se ndoshta për shikuesit mund të jetë me komod, por regjia mund ta përpunoj pak sa që ta dëgjojmë edhe në studio pak me tepër. Roland, knasi që jemi drejt për drejt me RTS Shkodrën. Një jetë të tërë juaj si futboliste, me pas edhe si trajner dhe detyrat e tjera. Jemi në prag të përvitorit të Vllaznis, feston të dielen Vllaznia përvitorin 107 me një spektakel për parandeshjes Vllaznia Elbasani. Me sa di unë, drejtuesit e klubit, presidenti Alban Xhaferi me stafin e tij ka adresuar ftesa për figurat e futbollit shkodran, mes të cilëve është edhe Luçi, apo jo? Po, për fat ka marrë ftesë këtë vit. Kam pas disa kontakte me shokët e mi të dikurshëm, nuk s'ka nevojë për emra, po me sa di, nuk i kanë shpërndar plotësisht edhe ftesa, do të thënë pak a shumë nuk është grupi kompletuar për festën që do të organizohet në Shkodër. Por do të thosha diçka tjetër, që festa kryesore nuk janë këto festat e përvjetorit, se këto janë të përvitshme. Festa kryesore është që Vllaznia i ka të gjitha kushtet që si vjet dali kampion. Kjo është më e rëndësishme se sa festimi i një përvjetorit të themelimit të Vllaznisë. Roland, është knasi që ju shikojmë me uniformën e Vllaznisë, me steme duket që është një uniformë e kohëve të fundit, me çfarë shikoj edhe nga logoja që keni në fanelë. Pra duket se e preferoni dhe ju pëlqen, nuk i ndani këtyre ngjyrave. Nostalgjia apo jo? Është nostalgji, nuk është e kohëve të fundit, kjo është e kohëve të përhershme. Vllaznia është e njëjta që ka ajo që është themelu, ajo që ka ekzistuar gjithmonë dhe që do të ekzistojë edhe në të ardhmen. Një Vllaznie e pandalshme, thatë edhe me herët ju, duhet të futem direkt tek një opinioni juaj për Vllazninë e 2026, sepse pati një luhatje në fazën e dytë, por tashmë është një Vllaznie e pandalshme me të gjitha fitoret rradhazi në kupë dhe kampionat. Të dy të fundit janë në transferte, fillimisht me Vorën për kampionat, java 23 dhe me pas ndeshja e parë tek finale e kupës ndaj Bylisit. I kënaqur me këtë Vllazni sepse ju e ndiqni edhe përmes medias. Po, unë kam qenë i kënaqur që në javët e para të kampionatit, domethënë pash një Vllazni tjetër. Domethënë pash Vllaznin që duhet ishte, si thua, dhe jo Vllaznin e viteve të fundit me ato luhatjet e përhershme. Kjo ishte Vllaznia që presim gjithë, kjo është Vllaznia që duhet të jetë, kjo është Vllaznia që duhet të japi tonin kampionatit. Unë kam thënë edhe në fillim të kampionatit disa dalje kështu në këto rubrikat sportive që janë të pritshme, janë të mundshme këto luhatjet, krizat e vogla, po Vllaznia ka mundësi me lojtarët që kanë dispozicion, me trajnerin që kanë dispozicion, me eksperiencën e madhe që Edi ka dhe me të cilën erdhi tek Vllaznia, do t'i kalonte faza të tilla. Domethënë faza të tilla, kriza të tilla, patjetër që do të shfaqeshin, sepse është e pamundur. Vllaznia nuk është në një Bayern Munichit tush kundër një konkurrencë krejt dobët që ta fillojë kampionatin dhe ta mbarojë kampionatin në krye të klasifikimit. Kështu që priteshin si tush oscilacione të tilla.
por që do të kaloshin kam qenë i bindur. Edhe ecja e Vllaznisë deri tash është ecje me hap kampioni, është një ecje me identitet kampioni, do të thoshë, ajo i ka vënë vulën në kampionatit dhe është shumë e vështirë që dali nga hapi të cilin e kanë nisë dhe besoj shumë se do të kurorëzohet si vjet si ekipi më i mirë i kampionatit shqiptar, ekipi kampion, gjë që e pret të gjithë opinioni Shkodran mbas 20 e sa vitesh, po e rëndësishme nuk është pse pret opinioni i Shkodrës dhe Vllaznia do të dali kampion. Do bëj një paralelizëm të vogël. Në vitin 1981 ne kemi dalë në finale me Kavajë, është finalja e madhe që fituam 5-1 në Shkodër. Erdhi aty ku ishim grumbulluar ne në Shirok, një person prominent, po jep emrin, i Shkodrës dhe na takoi ne. Edhe mbas analizës që bëm aty, ai tha një shprehje të bukur. Tha, mund të them diçka, po i thanë drejtuesit e ekipit patjetër, tha ka 10 arsye tha që Vllaznia duhet ta fitojë kupën. Arsyeja e parë është që është ekip më i mirë se sa Kavaja. Kështu që ato 9 arsyet e tjera nuk kanë asnjë lloj rëndësie. Kështu që edhe si vjet, Vllaznia ka ekipin më të mirë me sa kam pa unë në kampionatin shqiptar, kështu që kjo është edhe arsyeja kryesore që duhet dali kampion. Krahas të tjerëve spikat një dyshe drejtuese, Edi Martini në pankinë me kolegët e tij, me Borshin dhe të tjerë dhe drejtori sportiv Sinani. Mendoni që janë njerëzit e duhur, duke pasur në krye edhe një president si Alban Xhaferi që duket se do mos për pjesën e dytë të sezonit ka hapur thesin duke mbështetur masivisht skuadrën. Do të di ky ansambël Kuqe Blu ta sjell titullin në Shkodër dhe të festojë Vllaznia pas kaq shumë vitesh? Besoj shumë sepse Vllaznia ka krijuar të kompleksin e duhur, nuk ka dallime ndërmjet trajnerit, zëvendës trajnerit, drejtorit, presidentit, ekipit, kapitenit skuadrës, duket se janë një trup, duket që ata flasin me një gjuhë, jo vetëm kur janë në fushë, po edhe jashtë fushës, duket reagimet publike që ata kanë, janë të gjithë bashkë. Vllaznia është një grup i fuqishëm për bërë një ekip i cili është me të vërtet ekipi më simpatik që ka Superliga momentalisht dhe është ekipi që duhet ta fitojë kampionatin. Jam i bindur që duhet ta fitojë kampionatin. Edhe diçka tjetër, beqen se jemi në prag ndeshjen ndoshta më të rëndësishme të kësaj faze, ballafaqohen dy ekipet kryesuese, Vllaznia është shkëputur tashmë por është Elbasani i dyti. Vllaznia Elbasani në Loro Boriçi mbrëmjen e së dielës, ku përpara ndeshjes klubi Vllaznia ka paralajmëruar për një spektakël, një fest për përvitorin e klubit, por për ndeshjen si e parashikon? Do doni diçka nga ana juaj? Shiko, këto parashikimet nuk janë se dalin gjithmonë. Unë nuk kam fat me parashikime, po dëshirën mund ta shpreh, sigurisht dëshira nuk është një sekret i madh është që të fitojë Vllaznia dhe të krijohet shkputjen e duhur sepse këto shkputje 2-3 pikë që nuk janë aq relevante sa të krijojnë atë idenë që me të vërtet dolën kampion, me të vërtet jemi shkput, sepse në fazën finale, në atë të famshme Final Four, aty do të përgjysmohen pikët, dhe nëse pikët janë tek, diferenca e pikëve është tek, atëherë duke u përgjysmuar pikët hiqet edhe një pikë dhe diferenca zvogëlohet shumë. Kështu që duhet luftu që të tjetë një diferencë sa më e madhe, që shfrytëzohet kjo formë e mirë e ekipit, kjo gjendje, ky moment, që në fazën finale tjetë sa më e lehtë për Vllaznin dhe po tjetë e mundur të mos ketë nevojë për fazë finale hiç. Nëse është e mundur, sipas traditës së emisionit, ne parashikojmë edhe me shifra, në kuptimin jo krejtësisht profesional, por edhe në aspektin e tifozerisë më tepër. Një shifër për Vllaznia Elbasani sipas Luçit. Shiko, është ndeshje e vështirë. Elbasani, me thënë drejtën, nuk e kisha parashikuar ndër ekipet pretendente të kampionatit, po nuk është zhgënjim kjo që po ndodh me Elbasanin, por është një pasurim i kampionatit ton. Unë kisha parashikuar që do të jetë një luftë dyshe ndërmjet Vllaznisë dhe Egnatias. Në një farë mënyrë nuk isha i bindur që Dinamo do të lunte rol kryesor,
bashkë me Vllaznin dhe Ignatian, kurse Elbasani ishte një surprizë, është një surprizë e këndshme. Domethënë, me këtë kuptim, përderisa ndeshja lutet në Shkodër, ka një lloj presioni ndaj Vllaznisë. Dhe presioni do të manifestohet, dhe nuk mund të flasim për fitore spektakolare me 2, 3, 4, 5 gole diçka tjetër. Edi Martini ka futur atë frymën e racionalitetit të ekip. Vllaznia din të mbrohet, di të organizojë, di të sulmojë në momentet e duhura dhe aq sa duhet, jo më tepër se sa duhet. Domethënë në këtë kuptim edhe drejtimi i Vllaznisë, Vllaznia në fush atë ditë kundër Elbasanit, besoj që do të jetë një Vllazni efektive më tepër se sa Vllazni spektakolare dhe ne do të jemi të kënaqur nëse do të fitojmë atë ndeshje dhe jam i bindur që Martini bashkë me grupin që kanë dispozicion, me Balën, me Kallakun, me Gurishtën, domethënë me një Vllazni që vjen era Shkodër. Edhe prandaj ishte ajo që mu këtë vit më tërheqi edhe më tepër Vllaznia se sa ajo nostalgjia e zakonshme e gjithkujt prej nesh. Kjo është Vllazni që ka aromë Shkodre dhe që ka aromë kampionit të Shkodrës, se thosë prandaj jam i bindur, kam dëshirë më tepër se kur do që Vllaznia të jetë kampione si vjet. Roland Luçi, ju falenderoj shumë për këtë ndërhyrje të drejt për drejt nga Austria, atje ku jetoni me familjen tuaj prej vitesh, kënaqësi edhe për shikuesit tanë dhe shpresojmë të takohemi ndoshta të dielën në mbrëmjen festive të klubit Vllaznia dhe të gjithë Shkodrës për fitorin e Vllaznisë që shpresojmë të shoqërohet një fitore ndaj Elbasanit. Natën e mirë dhe respekte. Faleminderit juve edhe një përshëndetje të veçantë të gjithë pikëve që keni ftuar në studio për mënyrë të veçantë Faik Sadikut, i cili po e promovon jo vetëm vllazninë e futbollit, po vllazninë në përgjithësi dhe të thosha edhe kulturën shkodrane. Do të them diçka të vogël, është pak interesante me që e përmendi profesionin e dikushëm që ka pas Faiku. Unë kam qenë i dhënë edhe unë mbas makinave, edhe mbas ndeshjeve, sidomos kur fitoshim, Faiku vinte aty mbas stadiumit edhe unë bashkë një xhiro me atë reportablin e tij, me atë makinën e tij, ja fuçim një xhiro deri nga Shiroka. Ka një momente të bukura. Ju përshëndes, faleminderit për ftesën, gjitha të mirat. Faleminderit Daniel Luçi, rikthehemi në studio. Faik, ja si vijnë konsideratat. Nuk i presja këtë kompliment të Luçit, por kënaqësi. Kena kanë afër gjithmonë futbollit, kështu që përveç krijimeve kena pas një jetë shoqërore shumë të bukur atë kohë. Me që jemi me ju, me njëherë, një opinion për Vllaznin se ta mbyllim dhe komentin, sepse Luçi i bëri një analizë përgjithshme, por për ju fitoria në transfertën e parë në Vorë dhe e dyta në Ballsperkup janë dy sinjale pozitive që Vllaznia tashmë nuk lëshon me. Ajo sinjalit e kanë nisë qysh ndeshën me Pogradesin këto. Ndeshja e parë e vitit 2026. Që e ka nisë për smajt. Pa kapi fjatë atë fazën e dytë që patë atë oscilacione. Për mendimin tëm fazën e dytë, ekipi kalon në stërmonim. Tu fillu më përpara me fjalë të ndeshjet eliminatore për Kupat e Europës. Mori vull të fuqishin, ja futin mërshtes me fjalë fazën e parë, atë kalon stërmonim, për rikuperuar vetëm. Për mendimin tëm, Vllaznia si mjetash kampione, edhe unë besoj se ka me mbyll me 10 pikë diferencë. Me 10 pikë diferencë, optimizëm. Pa jam me mendimin, ma kupton, me 10 pikë diferencë të faktin se shumë besoj, ka grup shumë. javë. Je shikoj se bësesh edhe Moga se ka rivalitet, nëse del je i madh me këtë bashkëpunim. Nëse del 10 pikë janë shumë. 10 pikë, mendimin e më vë. Ja shikojmë klasifikimin. Vllaznia kryeson me 45 pikë. Po. Është Egnatia dhe Elbasani me 42. Elbasani me pak dhe me 35 Dinamo. Elbasani në rrati dha. Po diskutim me Elbasanin, po se Elbasanin unë i zerrej këtë mendimin tëm. A kupton? A kthejnë zero ma, do t'i halon, atë me Dinamo një 10 pikë para. Bukur, pa shkuar tek opinionet e Parmezës dhe të Roland Kokës, të djegim me kronikën e kampionatit që Vllaznia fitoi në transfert me Vorë, një ndeshje e vështirë, por që u zgjodh bukur me atë super gol të Sharif Kallakut. Kronika. Vllaznia vijon marshimin e saj të sigurt drejt titullit kampion.
duke regjistruar fitoren e 6 radhazi në kampionat. Kuqeblut triumfuan minimalisht 1-0 në transfert përballë Vorës, në një ndeshje të luftuar, por të dominuar nga skuadra shkodrane. Ekipi i drejtuar nga Martini tregoi qetësi, pjekuri dhe organizim në çdo repart, duke kontrolluar lojën dhe duke mos lejuar surpriza nga vendasit. Goli vendimtar i takimit u realizua nga Sherif Kallaku, i cili me një finalizim të sakt i dha Vllaznisë 3 pikë shumë të rëndësishme në këtë fazë të kampionatit. Fal këtij suksesi, Vllaznia shkëputet në krye të renditjes me 45 pikë, duke krijuar një diferencë prej 6 pikësh me vendin e dytë, në pritje të ndeshjeve të Elbasanit dhe Ignatias. Një avantazh që forcon edhe më shumë pozitat e shkodranëve në garën për titull. Në anën tjetër, Vora, pavarësisht përpjekjeve, nuk arriti të ndalë kryesuesit dhe mbetet në vendin e 7 të klasifikimit me 25 pikë. Vllaznia konfirmon kështu formën e shkëlqyer dhe dërgon një tjetër mesazh të fortë për rivalët. Kryesimi nuk është rastësi, por rezultati një ecurie të qëndrueshme dhe bindëse. Rikthehemi, u rikthyem në profesorin e transmetimit dhe jam një herë përfundoi kronika dhe atë që po ma thonit jashtë kamerës, më vështirë për ju ishte fitoria në ballë sepse skuadra shkoi. Martini kishte lënë 6 titular. Kishte lënë 6 lojtar dhe nuk e di si do të administrojnë mendoshe unë, si tifoz. Po mirë i doli para shikimit. Mu jashtëzakonisht mirë ishte zgjedhja. E tha dhe vetë Martini në intervistë që sikur të dilte ndryshe pata dyshim, pata paksa frikë, por u zgjidh me sukses sepse 6 titular në Shkodër nuk ishte pak, dhe nëse Vllaznia kthehej me humje nga Ballshi mund ta vështirësonte paksa. Kishte një ramje kështu të vogël moralit, a kupton? Por zgjedhja ishte shumë e mirë. Parmeza, fitoria e fundit në Ballsh, sipas Martinit dhe opinionit, është në fakt një optimizëm dhe për vazhdimsinë e kampionatit dhe direkt për sfidën e së dielës në Elbasanit. Po nisi kolla profesorit, unë mendoj që një plus tjetër i kësaj Vllaznia është edhe Stoli. Po përveç kualitetit që ka të lojtarë që janë në fushë, kena edhe një kvalitet shumë mirë edhe tek Stoli i Vllaznisë. Mungesa e 6 lojtarëve nuk uni aq shumë, sepse Vllaznia arriti objektivin, mori fitoren e duhur, edhe ekipi është i padëmtuar, edhe ka shumë lojtarë të freskët për ndeshjen e rrallës. Ka një gjë shumë pozitive që tregon edhe herë se çfarë kualiteti ka sot Vllaznia, edhe në raport me ekipet tjera kundërshtare duhet me pranuar që Vllaznia tregon më tepër kualitet, më tepër përgatitje. Edhe pse tregon për 1 minutë është për caktuar. Pra, për 20 minuta, Vllaznia është ai ekip që i bën presionin lart, ai ekip që i tregon ritmin e ekipit kundërshtar, është ekipi i cili shënon gol. Pra, Vllaznia ka kualitetin për me shënu gol, Vllaznia ka edhe kualitetin për me administruar lojën. Mund të flasim edhe për një strategji e cila deri në këto momente që flasim ka rezultate pozitive. Pra, Vllaznia arrin objektivin në ato minuta që arrin, edhe administron shumë mirë deri në përfundim të ndeshjes. Çka tregon tashmë për një ekip që nuk e kena pas. Normal, kjo Vllaznia është shumë Sa drejt Parmeza, 2 formacione dhe tashmë kemi thënë me 2 formacione, por ka pasur dëmtime, oscilacione gjatë javëve të mëparshme, por ndeshja në Ballsh tregoi me ato që hollin fush Martini, duke nisur nga Aron Juka në port për dijuar edhe me Ersin Hakajn e të tjerë në vazhdimsi tregoi se Martini i ka 2-11 në dispozicion. Arsyeja kryesore për mua e këtij oscilacionit është forma jo mirë sportive e cila është në varë prej dëmtimeve që ka pas Vllaznia në ato momente. Pra, flasim për një periudhë jo të mirë në fund të fazës së parë. Unë mendoj që ka qenë maksimalisht e varur prej dëmtimeve. Pra, kjo Vllazni sot ka një problem vetëm me vetveten. Në raport me kundërshtar, tashmë ajo ka treguar se kush është. Vllaznia po vazhdon një fillim të mbar. Pra, Vllaznia bani një ekip të kompletuar me afrime që dolin shumë cilësore. Gjë që ekipet tjera nuk e arritën këtë me lëvizjet që bane. Edhe këtë Vllaznia po tregon me lojë, dhe sot nuk është më një dëshirë, ose nuk është më, nuk kena pse tregon kaq kavalera, po është thjesht një rregull logjike e asaj loje që pranon Vllaznia. Po ne
pretendojmë me dal kampion. Nuk pretendojmë me dal kampion se po na fal kush gjë, nuk pretendojmë se po na mbështet kush mbrapa shkrinjet, po pretendojmë sepse ne për 90 minuta i kena mujt të gjithë kundërshtarët tanë me Egnatian, me Dinamon, me Partizanin, me Elbasanin që ka hitër së fundit. Pra është një gjëra logjike që kushdo që e shef e pranon. Kështu që përjetimi, themon, është diçka e bukur e përjetimit fitoreve nga nesha në neshje. Ato vetë futbollistat, stafi, për mendimin tim po përjetojnë çdo neshje sikur ditë një finale. Është një gjë shumë e bukur. Ta mashkujt tonus, ta mashkujt entuziazëm, ta përcjellshkujt entuziazëm nga nesha në neshje, edhe ta ndashkujt entuziazëm bashkë me tifozët tuaj. Shtoja e te që ne nuk e në hangër gol. Është për të vlerësuar. Dhe kjo është E dyta, për të vlerësuar. dihet që tifozët e Tiranës bëjnë tifo për Tiranën, ekipet e tyre e tjerë. Po unë kam pa në Facebook një deklarat të Gëzim Sinematit. po. Besoj që e njihni. Po tjetër. Shumë gazetare njohur dhe këtë rrallë ka qenë. Artiste në gumë. Ai deklaronte kështu me bini të plot që ekipi që meriton si vjet titullin kampion është Vllaznia. Madje ka përdorur një batutë janë 700 arsye që Vllaznia të dalë kampion. Pikërisht, domethënë është momenti janë kthy edhe ata që kanë folë edhe kundra nesh, kanë gjetë në gjë, që e kanë sulmu dhe Edin e kanë bënë mirë, po Edi po del tash një specialist i mirëfillt, një psikolog. E kanë pranuar se s'kan më, tash kanë pranuar. E rëndësishme është për të mbajtur kjo formë, sepse pati luhatin në fazën e dytë, u rikuperua gjithçka, tashmë është okay, Vllaznia është në kulm, por siç thotë një fjalë urtë popullore është më e vështirë për ta mbajtur. Po këtë po kërkon tash Edi Martini, kërkon që me rujt lojtar. Është momenti decisiv që me rujt lojtar dhe me marr maksimumin. Mendoj që e ka fatin në dorën e vet, ekipi. Me staf. Tash me kanë gjithçka nën kontroll. Edhe kanë rrugë taktik lojet. Patjetër. Pa shkuar tek ndeshja me Elbasanin që është të dielën se do të jetë një super fest. Flasim diçka për kupën. Kanë përfunduar bazitën e sot me dy ndeshjet e fundit, çerek finalet e Kupës së Shqipërisë. Vllaznia i hell hapin e parë. Si shikoni profesor 4 i keni rezultatet të shkruar dhe pra Belis Vllaznia 0-1, Teuta Egnatia 1-2, Tirana Dinamo 0-2 dhe Elbasani Partizani 0-1. Kjo e fundit është diçka. U përjetua dhe me shumë debate, pra Elbasani u mund brenda nga Partizani dhe ka pasur polemika, por normal duhet themi që Vllaznia, Egnatia, Dinamo dhe Partizani ata janë parashikuar që të katërta kanë fituar në transfer dhe është hapi i parë drejt gjysmëfinales. I shikoni favoritët dhe do ta kalojnë përpos Vllaznisë, këto tjerat kush më ta kaloj? Po Egnatia po, Dinamo po, edhe Elbasani. Neshin e dytë e këthen plakën. Po luan në Tiranë. Po, kur gjanë, nuk... Fajik, nuk është dakord Fajiku. Kjo është e bukur. Në një mjem, diskutohet e punë. Jo, gjithmonë kur në studio nuk janë mendimet e gjitha unison është më e bukur. Ky rezultati 0-1 atje në Elbasan, edhe i diskutu shumë, unë vlen dyshime se dojnë me da titullin me Vllazninën me Partizanin. Kupë dhe kampionat. Si dojnë me dorë? Si dojnë me dorë? Na di thot. Kur thuaj unë nuk me bile. Se kur do që e Vllaznin. Dhe herë, edhe me pashme është dënë. Duan t'ja japin Vllaznisë, edhe kupën iksin në rodas veshjes. A kupton kupën, unë me minim është me do kupën me marë Partizani, Vllaznia. Po qëse e meritën, jo me jallon kush. Qëse e meritën. Ashtë diskutu me oscilacione, ku pritet Partizani për me hynë 4 shumë. Gjithë stafi me faktën, një të përthejmë të shti, kanë një pikëtënim.
Edhe pikësynimi është ky, me marrë kupën nëse e kanë mundësinë, jo me bë tolerime. Dhe kampionatin po që e kanë përpara. Si vetë është e mundshme i marrë të dy vazhdim. Se ka diçka tjetër. Si vetë është e mundshme i marrë të dy vazhdim. Si le ngosh më vao. Në 72-shin Vllaznia ka fituar kupën e kampionat. Një Brest e Art Fajuku. Si vetë është e mundshme, logjikisht. Me këtë gjendje që kena në të ekipit Vllaznisë, mendoj që vetëm qofse ndodh në një mrekulli e keqe, që ne të bëjmë një gabim. Por ata si e kanë nisë, thash edhe një herë, janë bërë 8 fitore, edhe s'kene hangër as i gol. Kupa është me shpejt, si rrugë për të marrë. Shkojnë shpejt. Vllaznia ka treguar se ditë të fitojë edhe kupa, ka fituar me Xhaferin dhe kupa. Jo, Kallzej e Di Martini. Shkojnë ballsh, edhe mori gjysën e ekipit. Kështu që ai din tash me administru. Kjo është gjaja më e mirë që po bëhet për këtij njeriu. Pra ai pau ato shëlacionet dhe arsyet ai din. Nuk jam dakord me atë që tha. Më dakord se Ka mendimin, Ja Partizanin kupën. Kush? Si? Ata e penime se Elbasanin eliminon Partizanin. Po eliminon, sot është bërë luftë. Ja, vatë një opinion sigur duan, ka kompromis, ka marrëveshje. Ka rregull, është rregull i treshit, është mas të jim ty në analitë më gjatë është të lutem. Na së përthek të rregull e treshit, si funksionan? Se flitet shumë, rrjete sociale, në Facebook, se komentoj edhe profesori, flitet shumë. Mas të jim këty në komendeve, po diçka tjetër. Mas të jim këty në komendeve, kjo është. Se ju keni punuar në polici me herë. Këta gjana ka ndodhë gjithmonë, ti të ka hekë dhe bitë gjithmonë. Inshallah s'ka me ndodhë më rëbunë. Nuk besoj se... Po dhe dëshiroj me Nuk gjithë e zemër. sistem të në venditën për dio. Një kalim të pragneshja e kampionatit të djelen, Vllaznia Elbasani presor. Atmosferë festive të tjetë, shpresojmë të dhe motit tjetë okej. Klubi Vllaznia po përgatit. Ka ditë që presidenti Xhaferi e shikoj në zyrën e tij duke pritur dhe përcjell individ, kompani të ndryshme që merren me organizimin, me fonin, me banderollat, me pamjen e jashtme, me reklamat dhe një spektakël me dronet e gjëra të tjera. Regjia mund të ketë gati një spot të shkurtër që e ka përgatitur klubi Vllaznia që të futë në emocionet e kësaj prakfeste. Do të ndiqni në stadium apo në televizor? Unë faktikisht ka kohë që nuk e mjeke në stadium. Se kam ftesën... Ta jep të mundësi televizionin shqiptar. Këtë herë Mohamedja që do të shkoj. Bukur, është momenti, Do sepse... të shkoj, edhe do të shkoj... Po keni edhe pjesën tuaj aty. Nuk është vetëm festa, sepse ka një paraqykim fajik. Edhe beni se festa për vitorin e Vllaznisë nuk është i futbollit vetëm, është i gjithë sporteve. Me 16 shkurt 1990 është formuar shoqëria sportive, kulturore sportive Vllaznia. E të gjitha sporteve. Futbolli pastaj është ndarë si disiplinë vete, por duke qenë se klubi shumë sportesh vitet e fundit është me një pasivitet dhe nuk ka iniciativa të tilla, gjithçka ka kaluar fal meritës dhe gatishmërisë. Se presidentet Alban Xhaferi është klubi i futbollit që ka marrë përsipër ta mbajë gjallë këtë festë. Dua të them të kjo se nuk është vetëm e futbollit, është edhe pjesa juaj. Pjesa bën parmeze si ish kampion i atletikës dhe rekordmen. Është festa Vllaznisë atë natë. Ka koinciduar me 15, një ditë përpara ngjarjes, me 16 është festa zyrtare. Me 16 më ndodh se këta duke na festu para meshës na kanë rasti bumerang 2-3 herë kena humbur. Po kjo është një festë e pranuar. Po, s'jam kundërshtim, inshallah festa gjithmonë me festu dhe titullin. As bëhet fjala punë. Parashikimi se do ta mbyllim me Vllaznia Kalumpek për ne Vllaznia Elbasani. Po. Fiton Vllaznia. Rezultati. Maksimumi mirë o 1-0 ose 2-0. Gol nuk haj mirë. Shënon? Ata me shënu dhe portjeri dhe shpet fitu 3 pikë. Kush e shënon? Shpet një autor. Autor? Ai, mirë për balën e kam pikë do. Dëshojmë të rikthehet se bala ka disa ndeshje që nuk shënon. Unë atë librin që kam shkruar në flet për bolën kam thënë në fund të kampionatit kam me 20 gola.
Shpresojmë. Pa shpesoj. Parmeza. Po tash parashikimet fitore më Do t'jeni në stadium atë natë. Asë sotohet që do jemi në stadium. Sepse thamë me është festa dhe juaj. Është festa Është kontributi juaj Po, shumë dhe- vjeçar. po jo. Për ato që nuk e dinë, Arben Parmeza është një ish kampion dhe rekordmen i atletikës në gara të shpesisë, se për krah kolegëve të nderuar Artion Luli, Arben Maka, Nikolaro, tjetër Nikolaro, ne i plotësoj. Sokol Shepetea, Ilir Gjani. Bukur, me çaj Alberdani. momenti ato Po. disiplina juaj. Ky që punon Me trajner Isak Bala. Isak Bala. Profesor Respekti Isako. për të emrat që përmendi. Profesor Isako. Këtë spontane, por Tash ti është trajner moshësh mosha është tek Akademia e Vllaznienit, po bën mirë tek U 7 Te vull mama. 7 nam. shtatë. Ti ka mirë profesori. Po kam nipin unë. aty. Nipin. Si shkon nipi Është profesori? është normat mirë të moshën ti. Normal mirë. Si quhet? Marlis. Marlis. Margis. Koka. Marlis. Malis. Ka fillu me ngjatë jatit. Urime, Malis Koka, pse djali ka qenë futbollist. Po tjetër deri te të Me rritën. siguri djali e ka çuar tek futbolli sepse ju mund ta kishit marrë tek basketbolli. Por janë ekip i cili nuk ka psu asnjë humje deri tash. Bukur, Kaq. e bën komentin, nuk ka nevojë me që ta bëj. Ja, ideja është tjetër, okay, kur fitojmë ose kur nuk humbin është gjë e mirë, është klasi, domethënë, por të dalim të fitoja duke luajt, duke çarkulluar topin mirë, duke normal që do të ka bëjnë që janë ndeshje dhe përgatimi do mësojmë. Por ne na gëzon domethënë talenti tyne, dëshira tyne për të punu, na gëzojnë në rezultat normalisht në këtë mosha. I përmendëm me një emër që doli spontanisht nipi profesori të Marlis se Koka, djali quhet futbollisti Henry Koka, pa djali i Kokës dhe nipi Erdogan Kokës, Marlis Koka i urojmë sukses. E përshëndesim, shpresojmë ti duke ndjekur gjyshin nga shtëpia apo jo. Po e di që mjek se kishte marrë vesh Bukur. në titrat atje edhe ta gjysh. Bukur, shpresojmë që të rritet të formohet Po, në futboll. ish- Ndonjë emër tjetër për post Malisit. Tash gaz mos më vën Jo, pozita. ne i përmend disa emra. Po kena shumë emra aty. Formacion. Për mua po, atëherë Erin Tsani, Po, Amar Kraja, po. Leonid Gjeta, Enea Martini, Brian Petrani, pra janë pak a shumë lojtarë që i fillojmë ndeshjen, për arsye se janë edhe më me mosh, edhe më të, se thonë teknikisht më të mirë në cilësi. Mandena kena një brez shumë të mirë prep që janë më drejt duke fillu me Marlisin, që e përmendme, duke vazhdu me Rainerin, duke vazhdu me Dionin, duke vazhdu me Frenkin, po më vunet është në pozitë se duhet me përmend tonë ekipe që për mua janë gjithë mirë. Nëse i gati gjithë ekipin, e gjithë. Për mua janë gjithë mirë. Se kur shikojnë profesorin në studio, e presin edhe sportistët, edhe familjarët. Edhe pritshmëritë tona janë si pothuajse gjithë nga unana shkojnë të një mëdha kështu me radhë. Pra, unë mendoj që ajo që na gëzon sot domethënë është duke pasë rezultate të cilat vinë nga loja, në absolute, jo rezultate që thjesht vinë para sy të ndryshme. Po nga loja e mirë aty në pra, një brez i cili për vetë mirë, por sa më i mirë të jetë aq më mirë do shkojnë tek brezi tjetër tek një mëdha, dhe kjo është një gjë pozitive zinxhir. Sa më mirë ne punojmë me moshë të vogla, aq më mirë do të jetë vazhdimësia. Kam mendimin që profesor ato sportistë që kanë privilegjin të stërviten Arben Parmeza krahas të tjerave, kanë edhe fatin sepse është një specialist edhe i atletikës dhe ja është një punë dhe një rrugë dy punë, më themi, i jep edhe shërbimin special. Unë më shumë kam vite si trajner futboll se si trajner i përgatitjes fizike dhe atletike. Me të thënë drejtën, më dhanë mundësia të futbollit femra për vitet tona me trajnuar ekipet e femrave të Çodrës, duke filluar me Dhodorin, duke vazhduar me Ajaxin, duke vazhduar me Molanin. Edhe 4 vite të mrekullueshme në vllazninë e femrave. Të paharruara, që keni përjetuar, kam qenë prezent. Emocionet më të forta në mënyrë absolute, që kam përjetuar te vllaznia e femrave, medaljen e parë për herë të parë në 32 ekipet më të mirë të Europës. Me fitoren kundër ekipit të kampion Turqisë të Shkodrës, e cila për mendimin tim nuk më japin më tepër emocione dhe nuk kam pa ndeshje që na ka dhënë më tepër emocione se sa ajo ndeshje. Nuk e dia kujtoni. Po tjetër. Pra, unë do të them që nihem shumë i plotësuar me 2 licenca si trajner dhe si trajner i përgatitjes fizike. Po ndoshta nuk jam i vetmi, po shikosh edhe në përvojën ndërkombëtare jo më larg në Itali, shef që ka
trajnerë shumë të suksesshëm të cilët nuk kanë qenë pjesë e futbollit. Pra nuk është e thonë që ti je se s'ban në futboll se ti je trajner i mirë i futbollit ose e kundërta. Unë kërkoj një gjë që të mos paragjykohem, po të gjykohem. Kjo është ajo që më pëlqen mua. Hajde na shihni, mos na paragjykoni, po na gjykoni. Bukur. Është pak e vështirë në ambientin tonë edhe në rrethin tonë. E shfrytëzoj hapësirë mediatike për të dhënë mesazhin e tij. Unë kujdo, mos na paragjykoni, por na gjykoni. Hajde na shihni edhe na gjykoni. Profesori edhe në rolin e një prindërit e dha opinionin e tij, por u largova shumë nga ajo pyetja se kishte për ta mbyllur me vllazin parashikimin. Po unë them që të vazhdojmë serinë fitore, kjo garanci. Rezultati. Unë shpreh keqardhjen sepse Vllaznia duhet i minutë neshit me 2-0, sepse po shpërdoren mas 1-0. Edhe shpresoj që minimumi 2-0 dalin këtë neshën rast. Me gola? Tash unë jam midis tre lojtarëve. Të mund të them trena, po Bala, Kallaku edhe Dodaj. Dodaj. Po. Rikthimi. Gjithsesi po bëjmë gabim, po japim emra, po emrat i din trajneri, ata trajneri din ka me futboll. Për me Dodajn, të ndalemi rikthimi i Dodajt, si e shikon nga aspektin atletik fizik duket se ka kaluar është relativisht mirë. Ka kaluar një fazë përgatitore dhe një përgatitje serioze edhe me ekipin bulgar. Në intervistën e tij, ai ka deklaruar që jam relativisht mirë me kondicionin fizik. Dhe kërkon të luajë nga minuta. Tash është problemi sa të ambientohet me ekipin. Dhe sa do din ta shfrytëzojnë. Përmesa parashikoj se mund të jetë. Unë e vlerësoj shumë Dodën deri në momentin që u largua nga Vllaznia. Dha një kontribut të jashtëzakonshëm për moshën e tij. Edhe e vlerësoj shumë për mënyrën se si dhe e ka marrë karrierë të marrë. Arsyeja pse u kthy për mendimin tim, e rëndësishme është për Dodën dhe për çdo futbollist që të lozi. Kudo që të shkojnë, po nuk lujte, nuk ka vlerë. E arsyeja që është në Shkodër, them që bazohet duhet me lujt futboll. Me sa kemi informacion dhe kjo është shumë e saktë, Dodaj nuk është se nuk ka qenë në parametrat e dur, por ka pasur vështirësinë e minutar sepse skuadra e tij ku luan ka 9 huaj në përbërje dhe trajneri ka qenë vështirësi për rotacionin për hapësirën, i ka dhënë minuta për jo aq sa kërkon Dodaj. Dhe me marrëveshje edhe me dëshirën e Vllaznisë është rikthyer për të kontribuar, shpresojmë, për titull dhe do të rikthehet në Bullgari pas këtij sezoni. Kjo është e sigurt sipas edhe familjarëve. Për ne është një pozitive. Pozitive. Sukses. Se nimon krahun. E mbyllim edhe me profesor Kokën parashikimin me rezultat. Inshallah nuk kanë me na nejt ma dhe në mbrojtje mas minutit 15 ose 20 mas shënimit golit. Pra parashikoni shënimin e golit shpejt. Kështu që aty unë shëshërej që... Kush e shënon shpejt sipas jush golin? Kush e bën kështu me emër? Me emër. Kastrati. Dhe sugjerimi juaj për skuadrën, për teknikun Martini, për stafin është se mos të kthehen mbrojtje pas avantazhit. Ai deri tash ka bukur. Kollëndëris mirë. Suksese Vllaznisë konsumuam, sidomos edhe opinioni i marrë përmes lidhjes së drejt për drejt nga Austria me Roland Duçin ishte një analizë koncize, profesionale e luçit për Vllaznin, por edhe paneli në studio dha gjithçka për këtë Vllazninë, po na gëzon të gjithëve të konsumojmë shumë shpejt dhe promovimin e librit të Faik Sadikut, libri 6 sportiv, të radhë dedikuar Selamidanit, një super figurë sportive që kishim kënaqësi ta kishim në Sallë. Unë përjetova për sa afër me këtë aktivitet, ishte vetë profesor Selamidani në Sallë, familja e tij, shokët, kolegët, gjithçka i thotë kronikat që ka realizuar kolegu im Mario Gjini. Njeri i mrekullueshëm. Në ambientet e stadiumit Loro Boriçi u zhvillua promovimi i librit Selamidani, artisti i golave me kokë, me autor Faik Sadiku, një aktivitet simbolik kushtuar një prej emrave më të mëdhenj të historisë së Vllaznisë. Kujtoj si tani kemi kënë knajt e shkallët të Porta Djathas, kur babi i bani një gol me rafishjat. E kam një kujtim të vagullt, në fakt dhe unë fillova me qasë sepse nuk i di ato stilet sportive dhe mendova se është
është damtu. Mjeshtri 83 vjeçar Selami Dani u shfaqi emocionuar mes ish shokëve të skuadrës, drejtuesve të klubit dhe sportarzëve shkodran, duke përjetuar edhe një nga momentet më prekse të ceremonisë, dhurimin e fanellës me numrin 10 nga presidenti i Vllaznisë Alban Xhaferi. Unë jam shtet me jetën e tij, historinë e futbollit, edhe patjetër edhe historinë familjare, se një libër historik niset qysh në genezën e jalë. Në radhë, historinë, jetën të është mos lëngës futbollit, që ka kënë trajner, që ka djerë breza shqumë, që po i përmeni me Edi Martinin, Suad Licin, ka djerë Bekim Balen. Selamia filloi në 61-shën me të reshe e famshme Zan Ragami, Selami Dani edhe Esed Rakisi. Iken prej të rive e të zëllën suvena. Si një nga nxënësit e tij të fundit, aty brezit fundit futbollistëve që ka kastër vit, realisht na bani mu afru të futbolli, me dosh futbollin, në atë kohë që u hap ekipi i përsër Selamis, ishte kretë zona noce, Zduda, si Tulla Kryqi, kretë, vëllan jo la mundësi në gjithë ati brez fëmish të afrohen të futbolli, pasi, si që kujtoj, kretë mirë e hapi ekipin, falas. Promovimi u kthye në një takim emocionesh, kujtimesh dhe mirënjohje, duke riafirmuar vlerën e figurave që kanë ndërtuar historinë e vllaznisë dhe futbollit shqiptar. Fajk edhe njëherë urime, sepse urimet i keni marrë nga të gjithë të pranishmit, por edhe me gjerë dhe unë pash aty dhe mis nga kryqëziteti dhe nga kolegit tuaj nga Tirana kishin ardhur nga policia e shtetit ku keni shërbyer për shumë vite dhe folën të emocionuar njëri prej tyre, Sokol Çokaj, një fotoreporter i ka hershëm i policisë së shtetit, i Ministrisë Brendshme, foli me shumë konsiderat për ju, por edhe Lorenz Dema, një jurist dhe një shkodran i ka hershëm, që me të vërtet ishin të emocionuar që ishin pjesë atij takimi. Diskutohet me Sokolin kam punuar në polici, është një fotograf të matë aftë, dhe në tonë, s'pa blu mja ba eloge, pa i kom marrë pjesë në aktivitete kombëtare, nërkombëtare, këto që i kanë thirë, edhe ka fotografu dhe personalitete. Ma gjithsesi, i respekta janë të rëmë. Po ashtu dhe Lorenzo Dema, një shkodran i ka hershëm që jeton Tiranë. Simpatik. Por ajo çfarë me emocionim me tepër ishte momenti i përshëndetjes vajzës e Selami Danit, një kolegës tonë të nderuar prej vitesh që në këtë institucion Radio Shkodra ka qenë një nga zërat briljantë të Radio Shkodrës, Gentiana Dani, cila e mbylli fjalën e saj duke falendëruar të gjithë, por duke theksuar krenar për ju detyruar Selamis, krenar që që jemi vajzat tuaj, që ju kemi ba, pra ishte diçka e tillë se na emocionoi të gjithëve. Përshëndetja e Gentiana Danit, që e përshëndesim dhe urojmë për shëndes edhe unë për redaktimin e bukur që ka bërë. Është edhe pjesë e librit, redaktore. Një herë është edhe mësuese e gjuhës rësisë në shkollën Drejmeta, më sa di. Po, aty bile ka kaluar libër gjatë redaktimit, se redaktimi kaluar 2-3 herë, patjetër. Unë që jam redaktor kam kaluar 3 herë që më bua tash edhe pikësimin sa të kem mundësi. Pa ka kaluar 2 herë atë sa. Bukur, fajkurime dhe njerë, urime për gjithçka, ishin i përcolli kronika. Inshallah të shohim në shkretin. Libri i rrallës për shikuesin ekskluziv nga kjo studio? Jo, librin e rrallës se kam unë për 2 muaj e qes në redaktim e kam. Personazhi? Personazhi. E meriton kjo studio? Diçka ekskluzive? Nuk don, nuk e ka mëse. Fajiku, por e rëndësishme që është... Mas ti kam atë tjetër. Po përgatitë, shikon që farë pasione i ka. Sot kem mënd... Urime, përposa saj që Fajiku ka një pasion të jashtëzakonshëm në fushën e botimit, po 2 djemtë të tij janë super artista që jetojnë jashtë Shqipërisë, emrat? Ja, ai madh në Australi, i vogël është këtu, po ka studiuar në Los Angeles për regjisor, është këtu tash në Tiranë. Është të bë filma.
kanë mbritur kulmet. Bravo Fejk. Edhe ju si individ, por edhe fëmijët tuaj po ecin në majat më të larta. Suksesin vazhdimsi. Të kalojmë njëherë tek lorat me dorë, tek fitoria emocionuese basketbollit për meshkuj, një fitore që u shijua nga një tifozëri e zjarrt shkodrane, që kishte mbushur si rrallë herë pallatin e sporteve Qazim Dervishi. Në fakt ka javë të tëra që kërkohet një tifozëri e tillë dhe më në fund mbriti pranë ekipit basketbollit. Vllaznia fitoi ndaj Tiranës, ishte fitoria e 9 rrallëzi dhe ne jemi përpjekur së bashku me kolegun tonë Mario Gjini ta përfshim në kronikën tonë. Ta ndjekim. Vllaznia ka fituar klasikën e basketbollit shqiptar për meshkuj ndaj Tiranës me rezultatin 85-82 në ndeshjen e zhvilluar mbrëmjen e sodielës në pallatin e sporteve Qazim Dervishi në kuadër të javës së 15 të Superligës. Takimi u shoqërua me emocione dhe tension pas deklaratave të një ditë më parë nga klubi shkodran, që akuzonte Federatën Shqiptare të Basketbollit për tentativa favorizimi ndaj Tiranës. Pavarësisht polemikave, ndeshja u zhvillua normalisht dhe tërhoqi një numër të madh tifozësh në tribuna. Tirana e nisi më mirë duke fituar periudhën e parë 17-26 dhe duke mbyllur pjesën e parë në avantazh 39-43. Në vazhdim vllaznia reagoi fort, barazoi rezultatin pas periudhës së tretë 62-62 dhe triumfoi në 10 minutin e fundit duke siguruar fitoren 85-82. Ka një ndeshje shumë e vështirë për ne, sepse pa fillu akoma ndeshja, kena pas presione të panevojshme që nuk i shoft arsyeshme, sepse ne nuk kena kanë asnjëherë problem në asnjë moment. Sollën i hoqën gjyqtarët tonë të tavolinës nga tavolina e gjyqtarisë dhe sollën gjyqtarë nga Tirana, gjatë që s'ka bë vaki. Skuadra jonë është grumullu me vonesë, tashi ka hy në ritëm. Ingranazhet po funksionojnë mirë në kuptimin që lojtarët janë lidhur me njëri tjetrin dhe kanë filluar me njoft lojën e njëri tjetrit. Besoj, siç e pat edhe ju sot në fushë, dhurojmë spektakël. Kjo është fitoria më të rrallëzi për vllaznin përfshirë edhe suksesin në ligën unike ndaj PES, çka i ka ngjitur skuadrën në vendin e dytë të renditjes dhe e kthen në një pretendente serioze për titull. Natyrisht se kur flasim për basketbollin, kemi këtu një pinjoll të vllaznisë se ka hershme, një kampion në vite, i cili ka kontribuar shumë, ju thatë me herët, përmendet një emër, Daniel Lekndrejën, por në vllajën e tij Dot Lekndrejë, dy Lekndrejë ju i keni rritur me duar tuaj, i keni zbuluar. Jeni një mjeshtër e zbulimit të talenteve. Dhe që nuk e maj mend vitin, por di që për vit të ri kanë dalë të dy në vend parë. Njeni pra Danieli në Shqipëri, si lojtari më i mirë, dhe në Shkodër Doda. Tashme Danieli luan si kapiteni i Prishtinës. Ka pak kohë se ka marrë një dëmtim tjetër në një edicion. Ndërkohë që vllai i tij do të lekne në Kanada, edhe atje ai po bën karrierë. I kënaqur profesor me këtë sukses, sepse një pjesë keni pjesën tuaj të kontributit për shumë vitesh. I kënaqur për pjesë për mos e këtyre sportistëve që janë tonë, Shkodran, janë që kanë dalë nga durët e mia. Natyrisht meritoni respekt. Fitoria ka fituar, si thash në hapet e emisionit për ripërstres. Kjo që transmetuam ishte fitoria e fundit për kampionat ndaj Tiranës, ku i mori vendin e dytë. Besida kryesuese, Tirana spostohet vendin e tretë dhe Vllaznia është e dyta. Ndërkohë sonte, pak përpara emisionit ka përfunduar ndeshja tjetër për ligën unike Shqipëri-Kosovë, ku Vllaznia mundi Golden Eagle Yllit të Suarekës me një staf ekip me potencial. Me potencial. Me një buxhet të jashtëzakonshëm, me një kapiten si Morina, 2-0-9 i gjatë, gjysma kombëtare e Kosovës në ekip, por edhe me individ që luajnë deri në ligat e larta të Amerikës, e mundi Vllaznia, ashtu siç mundi edhe PEN para 2 javësh në transfer. Me nivelin që ka Kosova, ne para 2-3 viteve ose 4, me vështirësi kena debutu me ta në ligën unike. Tashti ne shkojmë me losin pa frikë. Është e dyta ndeshje apo e treta ndeshje me cilin ne po fitojmë edhe atje. Mundin PEN transfert, mundin edhe Suarekën sonte.
meriton përgëzime. E thatë me herët ju në hapet emisionet që ka një mirë organizim, një mirë menaxhim. Unë kishe pas dëshirë që të kemë sukses edhe me Beslidhjen. Aty është gjithçka. Se aty kena më në pinjollin ton, atje që drejton atë ekip. Afrim Bilali. Afrim Bilalin. Është dirigenti, trajneri i mirënjohur i Beslidhjes dhe ka ardhur momenti tashmë pra se shpeshherë Vllaznia ka kërcënuar Beslidhjen në disa edhe vitin e kaluar, por si vjet me këtë rritje, ballafaqimi derbi Beslidhja-Vllaznia apo Vllaznia-Beslidhja do të jetë një spektakël. Do të ketë një ngjyrë tjetër në ato viteve të kaluara. Për vetë rritjen e që mund t'i bëj kësaj gjaje. Fiks. Sepse janë në rritje. Menaxhimi ka qenë shumë i mirë. Presidenti Sokol Dibra tashmë po mbështetet edhe nga kolegët e tjerë, edhe sot ishin në tribunën VIP, duke ndjekur prej së afërme dhe janë të motivuar se këtë Vllazni ta shpallin kampione. Po inshallah. Kështu është ideja. Inshallah. Profesor, më thatë me herët se ju vazhdoni, edhe pse mosha mbënte veten, por ju dukeni ri, energjik. Mund ta përmendni moshën apo nuk e bëj? Po, më kanë pyet, shumë kanë pyet, edhe ka një përgjigje që mosha nuk shu nikon. Problemi është sa është vitaliteti. Disa profesione kanë përparësi të mëdha vjetërsinë. Edhe një nga këto profesione është profesioni i trajnerit. Është matematikor. Ti je me kaq vite eksperiencë është një plus. Jo thjesht në aspektin teorik, po profesor Koka është edhe shumë aktiv me ritmin fizik. Dhe disa veç më vazhdu. Sepse edhe sot kur telefonova sot për emision më tha se jam duke bërë pazarin ditës. Po të shtik që kena nipin e mesën e kena ata tjerë. Po lëvizdi. Me biciklet. Jam me lëvizdi, me biciklet atë por. Unë desha me dalë. E nisa unë që t'ju prezentoj pra pasionin tuaj që tashme punoni për një klub tjetër, për klubi i Shkodrës, i cili... I Shkodrës është edhe... Shkodra Basket. Mu më bani një ftesë Erion Faslia, një ditë, më tha profesor, tha, je largu, tha ti. Dhe Ervin Bërdica. I thash, edhe Ervin Bërdica, edhe Kledi Zymeri, që është një trajner i ri, se Ervini dihet i afirmumi i basketbollit Shkodran, i suksesshme. Me kontribut. Me kontribut të jashtëzakonshëm, edhe Faslia me kontribut të jashtëzakonshëm. Ky është një sportist që e kam pas unë në periudhën e fundit, por është një djalë shumë punëtor, dhe rezultatet e tija janë shumë premtuese. Dhe më vjen mirë. I kënaqur me klubin e ri. Unë shkova atje, pritja ka qenë shumë e mirë. Mendoj që nga fundi i kampionatit unë prandaj po shkoj vazhdimisht atje që të merrem me formimin e grupit të tretë të 18 vjeçarëve. Ka element cilësor profesor? Ka elementa, është i punu mjaft mirë Ervini. Bërdica. Unë qëndroj atje kur ka në nevojë, në javë, merre me element, me menaxhim, ku ka në element nuk e kam harru zakonin e vjetër që me gjetë elementa që janë përmi 2 metra. Pasioni juve dhe zbuluesi i 2 metroshëve. Edhe nuk më kanë korit, se i fundit i më kanë veç që i thojnë ata, ka kënë një prej Pjetër Shanit, i cili është kap me grepa nga Kanadaja, atje nga një trajner shumë e afirmum elementash. Aktualisht është jashtë? Është në Kanada. Si quhet? Atje. Aje ka Valer Gjeka. 2 meter e 2. 2,02. 2 meter e 2. Si zbonon profesor këta? Ku i gjenë? I shof në rrugë atje. I nalin në rrugë? Kam një eksperiencë të një farë. Të një farë Tonin Bjankut. Fantastik. I cili ka zjerë yjet e voleybollit. Respekt për Tonin Bjankun. Ka qenë një trajner se... Respekt. Një kopje e Ron Kokës. Këtë metode kam pas shumë, sepse nuk e kam ofenduar tjetër, i kam thonë dëshërën që të merresh me basketbol. E shikon shtatlar dhe ndalë në rrugë? Po, gjaja pari ku je. Po.
E dyta në çfarë shkollet je, çfarë moshet ke, si që ka ndodhë, dje, jo më lartë. Dje. Për një djalë që ka edhe tjatin e ka, s'po përmendej emrin me sportin. Po na thuj, E sportin, pjesë e sportit. nuk ka përderisa nuk ashtu, shpresoj ta afëroj, është një djalë shumë i gjatë, që i bëhet Shkodrës. Bukur, na si e veçantë Për këtë punë, por unë du me lidhë këtë, që ju hapet aty të mosha e këtë, por par vjetë, unë në këtë moshë që kam, arrita që ekipet që ishin qershia mitort në kampionatin e trive, profe, ishin ja 3-4 ekipe, Dinamo, Teuta, Partizani, këta që bashin ligjin, ata, unë rrita me i mujtë të gjithë të ekipe. Dhe Avni Ponari, mos i marrova ndeshin me një Mikel Serbo, i Korçës që ka në administrim një 4-5 shkolla, imagjino me 20 trajnera ata, e mujtava e dhe ullën ata në Farie Hoti, edhe më thanë, ata kthej mas 10 viteve play-offin Shkodrës, se një që kishe, ka vite kishe unë që se pata një shkputje unë prej basketbolit, dhe Alban Gjaferi më ofroi, më tha, bashkë me atë Blendi Diverën, a mundeni që me ndihmu. Për informacion të publikut, Alban Gjaferi, përpara se të merrte drejtimin e vllaznisë në futboll, ka qenë president i shoqatës se basketbolli vllaznia së bashku me Blendi Diverën. Blendi vazhdon akoma të jetë pjesë e strukturës në federatë. Kena punu relativisht mirë. Profesor Pregzime. Dhe kisha që për ta përfundu këtë, dhe u pat ullë, mandej presidenti vetë aty, edhe më tha, a dëshërën me ba play-offin Shkodër, dhe me thonë, ta marrësh edhe titullin e 7. Sepse i thojnë 6 titull kampionit, por të munsh ekipet e Tiranës, kryesisht edhe ekipet e tjera, është paketirë, ose në një kampionat me 20 skuadra. Dhe unë e menova se u kry kjo punë, Durrësi ishte më i fuqishëm Goga Basket, ma këthyne, dhe ndeshja që ishte e rëndësishme për titullin në Durrës atje, përfundoi sekondin e fundit, si që bëhen punët. Ja, dhe përmendet Jo, Goga Basket, me që se përmendet Goga Basket meriton vlerësime Igli Goga, presidenti i kësaj Igli Goga është një njeri shumë i nderuar. Shumë kontribues, i ka rënë gjallëria saj zone. Ka punu atje me mishë me shpirt dhe ka ndërtu një kompleks të mrekullueshëm. Ai që e ka pa atje, mahnitet nga ajo punë. Edhe në shërbim të basketbollit. Kjo është pozitive. Ja, po e kishe fjallën të kjo që, do me thanë, nuk ka mosh. Më qenë se jemi live, duhet të kështëtën njësa gjëra që janë interesante. Në momentin e telefonin tim, dërgon një postim Roni Gjeçaj, zëvend trajneri i vllaznisë Krahut Djath, i sportisti juaj dhe i Krahut Djath i Eni Llazanit, është një foto së bashku me Eni Llazanin, duke ndjekur emisionin ton dhe shprehin tekstualisht e përshëndesim me shumë dashamirësi dhe respekt për profesor Rolandin. Faleminderit shumë. Është kjo postim, kjo foto që e dërgon pikërisht Roni Gjeçaj dhe Eni Llazani, trajneri i vllaznisë së sotme, duke shprehur konsiderat dhe kjo ka efektin e vet. Por unë nga kjo studio mund të them që do të mundohem edhe atje ku kam shku me dhënë kontributin tim që edhe ai grup sepse është fillestar. Do me thënë, nësi kanë arrit... E përgjithshmja është gjithçka për Shkodrën. Për Shkodrën... Një krah vllaznie, një krah Shkodra basket, ju thatë me herë pse mos ke dy ekipe. Po janë dy ekipe. Dy ekipe basketbolli. Ka Durrësi 2 ekipe, 3 ekipe, ne Shkodra që është djepi i basketbollit, mos me pas, që kena kalu yje të rëndësishëm që janë të pavdekshëm që nuk kthehen më ata.
si shoku i Renatos, Filipi, Luani, Petet Osmani, Gjirezi, Aslani. Aslan Gjirezi që është miku i Majmush, një njeri që Allora ka kem kampion. Kampion e ati Zidin e kena pas kapitan skuadrët. Po dhe mbët marra zedi që më bëndit. Kujtimit tjetër. Vrejtje me dhëmë. Ishte kësi që u përfshirë, ishit pjesë e këti paneli, jo vetëm për basketbolin e ekipin e parë që po korë sukseset e një pas njëshme, ku e fundit ishte mbrëmja sotme që mundi ekipin kosovar me shumë emër, Golden Eagle, Yllit e Suarex, por edhe me kontributin tuaj disa vjeçar tek Vllaznia dhe tashmë tek Shkodra Basket. Suksese dhe pa u ndal. Faleminderit. Me këtë pasion dhe energji. Të kem shëndetin, për të tjerat më unë pasionin ten nuk e ndryshoj për asnjë gjë. Dhe familja Koka vazhdon të jetë sportive, përpos Eri Kokrat, djalit tuaj që ka shkenë me futbollin dashmë dhe Nipi. Nipi që ne e përshëndesim, vazhdon brezat. Zemrën e kam aty. Aty tek sportisti profesori e din që unë shkoj çdo të dile kur ka ndeshje. Bukur. Por edhe ndoshta nuk e di orarin ndonjëherë. Do të përpiqem dhe ne të jemi marrim ndonjë. E them në çfarë ore tash në filanor. Mirë, do të nisin në këtë orë që t'jena korrekt me profen, apo ja profen. Kur i bajnë në shet? Te Kaçeto Osmjani. Suksese, profesor. Kemi kolegën e radhës, kolegët e mi të pultit të transmetimit, Nino Jakova, që është përgjegjës i transmetimit, por edhe Florian Gerdani, por me ndihmën, kontributin e kolegëve të montazhit, Ledi Dani dhe Orim Hysa, është përgatitur kronika radhës që ka të bëjë me volejbollin meshkuj, që në fakt kjo ekip ka bërë mjaft mirë javën e fundit, por mbrëm duhet ta pranojmë ka zhvjen njërë, teksa u mund 0-3 nga Partizani, takimi parë gjysmë final. Jo vetëm humja, por edhe loja duhet të theksuar nuk ishte as pak në nivelin e duhur, dhe këtë e pranon edhe vetë trajneri Artan Kalaja, por që premton dhe garanton një vllazni këtë tjetër në ndeshjen e kthimit në kryeqytet përballë Partizanit. Kronika. Vllaznia volejbolli për meshkuj zhgënjeu në ndeshjen e parë gjysmë finale të Kupës së Shqipërisë, duke u mboshtur 0-3 nga Partizani në Pallatin e Sporteve Qazim Dervishi, ku qeblut nuk u shfaqën në nivelin e tyre, duke humbur setin e parë 16-25, ndërsa në të dytin dhe në të tretin paraqitja u përkeçua edhe më shumë. Loja skuadrës u drejtuar nga Artan Kalaja ishte larg pritshmërive, pavarësisht përforcimeve të fundit me lojtarë të huaj. As pak e mirë, nuk jam fare i kënaqur me lojën. Por unë them që kjo nuk është vllaznia. Kampionati është i gjatë, kemi në edhe neshër tjetër kupet, dhe javën tjetër neshën e kthimit, unë mendoj që ne do të ndryshojmë shumë gjana. Mundësinë për të ndryshuar e kena, unë pavarësisht se sot jam i mërzitur, unë mendoj që skuadra që drejtoj ka për të pas lojë tjetër dhe rezultat tjetër. Kemi përgatitur mirë, të them drejtën, kemi kohë që jemi në formë të mirë. Një skuadra është e kompletuar, si që patë edhe ju, me 2 përforcimet e reja me brazilianët Jose dhe Igor. Dhe të them drejtën, nuk ishte surprizë rezultati për ne, sepse dihet Partizani ka objektivat të mëdha si gjithmonë, edhe këtë vit synon maksimumin në çdo kompeticion, kështu që i kemi marrë ndeshjet 1-1, duke i vlerësuar me durim, edhe shohim tani ndeshjen e kthimit që duhet vlerësuar po njësoj, si këtu në Shkodër. Kjo humbje i jep avantazh Partizanit për ndeshjen e kthimit, por trajneri Ylli Tomori paralajmëron se Vllaznia mbetet një skuadër e rrezikshme. Nga ana tjetër, Artan Kalaja pranon paraqitjen e dobët dhe premton reagim në sfidën e rrallës. Shkurtimisht, profesor, shkurtimisht për volejbollin, sepse u konsumuan edhe në kronikë. Nuk shkoj mirë kjo ndeshja e mbrëmshme. Mu mbjen keq sepse unë e njoh Tanin, një njeri shumë punëtor, një njeri pasionant, që punon, që bën, dhe më vjen keq që nuk ka ato. Më them një ditë jo për volejbollin e vllaznisë meshkuj, por që shpresojmë. Shpresojmë. Varet edhe nga menaxhimi i lojtarëve. Në fakt kanë ardhur edhe 2 të huaj tashmë. Ato janë aktivizuar, por duke se akoma nuk kanë dhënë ato efektin e tyre. Në gjove aty. Kanë shuma të tjera. Shpresojmë se në ndeshjen e kthimit është shumë i rëndësishëm për të patë lekun
Te edhe lojtarit. Do të kalojmë te kronika e fundit, te komenti i fundit, sepse kemi vetëm pamje, nuk kemi kronik për sportin e futbollit femëror, aty ku Arben Parmeza ka një kontribut jo të pakt me ekipin e Vllaznisë. Tha me herët në hapet e misionit ku Vllaznia ka surprizuar teksa ka humbur 2 ndeshjet çerkfinalet e Kupës së Shqipërisë përballë ekipit të Teutës së Durrësit. 2-1 është mundur në Niko Domana, 2-1 është mundur në Loro Boriçi. Befasi, profesor. Normal, befasi për gjithë ne, jo vetëm për specialistët, por opinionin mbar sportdashës. Nuk jena mësuar domethënë me këtë rezultate, domethënë po kjo është ajo që të bën vërtetë domethënë, si ka mundësi që po Vllaznia. Po unë thash edhe këto gjëra njihen në kuptimin një moment i keq, një moment jo i mirë i Vllaznisë. Arsyet më shumë i din ato stafi më anashëm. Unë thash edhe që jo vetëm shpresoj, më vjen që është diçka kalimtare. Do të Vllaznia duhet i rikthehet shumë shpejt në kampionat. Mulesin e kampionës me të forcën e saj si kampion në fuqi dhe si pretendente kryesore për ta fituar kampionatin për. Thash edhe një herë, është kualiteti që ka i lojtarëve që ka. Është stafi, është përvoja disa vjeçare e Vllaznisë, është mbështetja fantastike e presidentit Vllaznisë për këtë ekip, të cilat garantojnë për arritjen e objektivit. Kështu që me zi shpresë domethënë që Vllaznia të lozin edhe të rikthehet tek fitoret. Por puna shembullore e Vllaznisë, kemi thënë edhe herë të tjera, trajneri Ulin Leka, kolegët e tij të stafit teknik, Paula Jaku që ka ardhur kohët e fundit si zëvendëtar, Fabian Rexhepi i trajneri portierave, por kryesisht presidenti Lazar Matia kanë bërë superfuqi këtë Vllazni, por skuadrat e tjera po rriten. Dhe sipas informacionit Teuta e Durrësit FAIK është super përforcuar. Ka investime marramendse dhe kanë marrë sidomos 5 braziliane të talentuara që i pamë dhe në Loro Boriçi që luanin futboll. Sidomos autore e 2 golave, Da Silva ishte një sportiste kompletuar. Kështu që faza e dytë pritet një rivalitet akoma më i madh. Fitoria, sepse Teuta deklaroi trajneri Arjani Sheta synon kupën, por jo vetëm kupën, është pretendente dhe lakmon edhe kampionatin, por Vllaznia është kryesuese dhe tashmë do të kemi një rivalitet fort. Tash edhe një që Vllaznia Teuta. Deklaratat tjera nuk mbajnë përshtypje edhe marrëmendjes si bojnë përshtypje stafit Vllaznisë, vajzave, domethënë kanë deklarata psikologjike, njëta deklarata ka bërë Gamshi për një vit. Edhe Gamshi u fut shumë fort në kampionat. Do mund Partizani kanë pasur kërcënime, por kjo Teutës duket disi ndryshe, kam mendimin. Unë i qendroj që një Vllaznin, një historinë e Vllaznisë, një stafin, një kualitetin e vajzave, një punën që bëhet, edhe përvojën që ka kjo atë që bësh po. Në një fragment nga ndeshja me Teutën në Loro Boriçi deri tashmë që kanë. Po se do në këtë fazë më shumë. Aja presion psikologjik si batës kapën si Vllaznia. Kam besim dot, ka gëp kompletum Vllaznia. Ai president që i rritë. Do të marrim masën. Kampionatin besoni që nuk do ta lëshojë Vllaznia. Jo. Është pa diskutueshme. Këto janë edhe pamje që vinin nga ndeshja Vllaznia Teuta e luajtur në stadionin Loro Boriçi. Për mendimin tim ishte një ndeshje cilësore, një Vllaznia që luajti shumë, nuk pati fatin e dorë për momentin barazoi sepse shënoi e para përsëri Teuta edhe në këtë ndeshje barazoi me penalti Vllaznia me Megi Doçin dhe atëherë kur pritej dhe të gjithë publiku po priste golin e dytë të Vllaznisë për të shkuar të paktën ndeshja në shtesë, vjen goditja tjetër nga Teuta që aty duk që u mbyll gjithçka. Kjo është penaltia e gjuajtur nga kapitenja Megi Doçi, e cila tashmë nuk fal, është absolute. Gërshënusja më e mirë e Shqipërisë për disa sezone, por FAIK si e parashikon pra fazën e dytë? Të vajzave? Po. Ja, unë kam mendim se kanë më jesë ata, ja është i tha dhe profesori që për një takim me fjallë pavorësi u lërun prej kupët. Se dhe vjetë kanë pas
këtë fatë, edhe vjet i ka mungu kupa. Po nuk do me dhënë. Pa hapi kështë, s'do me dhënë nësi. Ka qenë Frikë e damtimeve. Këtë mendim kam unë, jam shumë arsynë, ata që ke kërën. E që rinë kampionat kanë me pas pozitive në vit deret. Mund keni shuje problem me ziku me durshën e kanë atje. Në durse kanë, fazën e dytë. Pam edhe një opinion disa shpërthime edhe mediatike me fitoren e Teutës duke konsideruar po bjen perandoria e vllaznisë, po nuk besoj që presidenti Lazar Madia hap rrugët e... Ata kanë zakon të media. U fol për vllaznin e Di Martinit para 2-3 muajve. A lanë gjapa fol për ne? Ma bo këta njët mund kanë. Jemi këtë një limit kam sinja nga kolegët e mi të transmetimit, Nina Jakova dhe Florian Gerdani duhet të mbyllim, besoj të konsumuam gjithë shka. Ishte kënaqësi e veçantë se pata sonte në studio profesorin e nderuar Rand Koka, një histori e zgjavë e basketbollit, kampion me vllaznin e 67-s dhe një trajner në vazhdimsi shumë punëtor që edhe sot po punon me Shkodra Basket. Faleminderit profesor. Edhe prej të shumë faleminderit. Sukses e Lipit. Futbollistit që luan në skuadrën e Erben Bernizet. Faleminderit. Sukses edhe me punë me moshat, ndërkohë që urimi i sinqert vjen përsëri ashtu siç e hapëm në fillim për kolegun Faik Sadiku, për librin e 6 sportiv kushtuar Selamidanit. Urime Faik. Sa më shumë. Falenderojmë edhe padyshim Luqin, Roland Luqin, që ishte në lidhje të drejt për drejt në hapjet e misionit nga Austria, i cili bëri një përmbledhje specifike dhe profesionale për vllaznin e futbollit, duke pasur besim për një vllazni kampione. Falenderojmë edhe kolegët e pultit të transmetimit, Jakova Gerdani, montazherët Ledi Dani dhe Orim Hysa, nga unë Gasper Marku dhe ekipi në studio, ju përshëndesim dhe ju lëm takim të mërkurën e ardhshëm në të njëjtën orë për të folur kryesisht për festën e vllaznisë, pa diskutim se ka përfitojnë, por me besimin, dëshirën dhe urimin për një fitore ndaj Elbasanit dhe vllaznia të vijojë të kryesojë vetëm tabelën e klasifikimit. Deri atëherë, mirupafshim.